Zona muzeale e Gjuadolit në Shkodër, një nga lagjet më të vjetra dhe më të frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj, po përballet me një problem serioz që rrezikon sigurinë publike, por edhe trashëgiminë kulturore të qytetit. Amortizimi i banesave karakteristik shpeshherë paraqet rrezik për kalimtarët. Ata thonë se ndihen të friksuar ndërsa lëvizin pranë tyre, ndërsa nuk kanë munguar as incidentet. Sipas qytetarëve, ka pasur raste kur kalimtarët janë lënduar lehtë për shkak të rënjes së materialeve ndërtimore nga lartësia. Turpi i Shkodrës, pse ishte dash me majt, mu e rregulluan tanë këtë që qarkullojnë këta turistat e këta banë si figurë të keqe. Ashtë friga, unë përveni jam 80 vjeç që nuk rijo për dyne. Shifi për parë një ke, ta shprej shifë si se janë. Shumë të rëgjekum, këti dy janë plagosta janë artesa tjetër. Ra, aja, rëgjiku pati ti, që i kapi vetin kahin, edhe ka pështu. Pa tjetër në shiku janë njerëzit atje, gorit, kjo ka disa vite që është bëha, mund t'i bjerë. Këta veç kanë mu copa letrash, e kanë bëj zbukërimi këtë shkaravina, sa me mlu atë punë. Nuk se kuptej. Po të rëzë, a shef, që kanë vukë shëritën, po kur t'i binë të ulla kares, që e duhet më dhej? Të rrezikshme janë, sidomos ka dim, kur fillan vjeshta ka dimni, po këta i kanë shkru letrat në rregull, po me keme fol. I dalën e rrinë, duhet me kënë të kujdeshëm, se janë shumë vjetra, se edhe kam isoj moshet që i mojmen, bajegi ka herë që janë nërtu këta. E më thënë kur kom arritin që, po thojmë jena moshën e tret, i kom gjithë në këtë gjendje, të shë lëgojti se si kanë shkuat, a vinë të degradu për dite ma shumë. Por janë bo me vëngdor me thonë drejten kjo pëllë, se mushet të shi si asiherë, që se kanë fillu këta vitet e fundit me fjallë. Se se në të frekzu mëj, sa në tush, ku e shë e tjonë dhe shkajtu se zbanë. Qytetarët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë me projekte restaurimi për të garantuar sigurinë publike dhe për të ruajtur vlerat kulturore të zonës historike. Bashkia e shteti e tanë duhet më marrë mas, po qohen për protesta kote e për këta që duhet, për këta nuk dhihen. 50 vjeç që rrini kështu. Bashkia duhet marrin masa urgjente, ka dalë ka vënë le më atë. Mos rrini në këta dhe është mjaftuar me atë. Sa është mjaftuar me gjashtë, me parësyshme. Si, i ta mretesat e vjetra, që janë originale e kësaj zonë, mi ba bashkia mi nëllë paret për nërve. Si bat njështë në tanë bodhe shë bat, dhe që konë amortizohen. Me rregullu me i bo të reja, si qenë kenë, me rujtat e parasitin e përporshme. Të ka shtetin dur, dhe me bo shtetin se popën fokara. Kur kanë riparujta, i të e kanë ishtu, edhe kanë vënë dur 1, 2, 3, 4. Kështu që a fillu për i fillimit, a do është me përfunu, a përgjigjen e ke tapijat një aty, e nëllë 1.5 radin e din shteti, se so. Degradimi ndërtesave të vjetra po zbe dhe vlerën historike të Gjuadolit, një zonë që përfaqëson trashëgiminë e qytetit të Shkodrës. Qytetarët janë në pritje që autoritetet përgjegjëse të marrin masa konkrete për restaurimin dhe sigurimin e ndërtesave.